Përshëndetje, në videon e sotme të shohim regjistrimin e faturave të blerjes në programin Financa 5. Si fillim do të filloj me krijimin e furnitorëve, më pas me krijimin e artikujve, më pas me regjistrimin e faturës së blerjes dhe në fund balanca e furnitorit. Si fillim le të nisim me krijimin e furnitorit. Do të shkojmë tek blerja, furnitor, shtim, vendosim furnitor, prov dhe kodin F001. Vendosim adresën Tiranë, niti që po ashtu është shumë i rëndësishëm. Marrim një shembull për të vendosur nitin dhe i japim regjistrim. Pasi kemi bërë regjistrimin e furnitorit, do të shkojmë të krijojmë edhe artikujt. Shkojmë tek inventari, artikuj. Shohim që artikulli i fundit është M002, i japim shtim edhe vendosim M003. Me përshkrimin miell, njësinë e vendosim në kilogram, të vëshën e përsjedhim 20% dhe japim regjistrim. Shkojmë gjithashtu të krijojmë edhe një artikull tjetër, japim shtim M004, sheqer, njësia po ashtu në kilogram, të vëshë 20% dhe japim regjistrim sërish. Pasi kemi përfunduar edhe me krijimin e artikujve, do të shkojmë për regjistrimin e faturës. Blerje, fatura, shtim. Këtu mund të përzgjedhim datën e faturës, ne po e vendosim me datën e sotme, furnitorin që krijuam, numrin e faturës 1, përzgjedhim magazinën, e vendosim tek magazina Tiranë dhe vazhdojmë miell, sasia 300 kg, çmimi 10 lekë. Japim shtim për të vendosur dhe artikullin tjetër, sheqer, sasia 100 kg, çmimi 5 lekë. Dhe shohim që fatura shkon në 4200 lekë. I japim regjistrim. Pasi kemi dhënë regjistrim, do të shkojmë të shohim edhe balancën e furnitorit. Do të shkojmë tek blerje, raporte, furnitor, gjendje e furnitorit dhe do të vendosim furnitorin që krijuam. Dhe i japim afishim. Këtu do të shohim edhe gjendjen e faturës se sapo krijuam. Kjo është një detyrim që ne i kemi këtij furnitori, kështu që do të shohim edhe më pas në videot e tjera në vazhdim pjesën e likuidimit të faturave. Dhe të shohim dhe raportin që do të jetë 0 pasi kemi shlyer detyrimin. Shumë faleminderit që ndoqët këtë video, mirëpafshim.